Në Universitetin e Arteve kanë nisur konkurset e pranimit për studentët të rinj të këtij viti akademik. Të parët që ngjisin shkallët janë pedagogët që janë anëtarë të komisionit vlerësues të prurjeve të reja në artet pamore. Këta të rinj janë kandidat për pranimin në degën e Fakultetit të Arteve Figurative. Presin me ankth që të prezantojnë dosjen përballë komisionit. Dekani i këtij fakulteti, Artan Peqini, vlerëson se dosja e studentit ka shumë rëndësi. Që shumë i rëndësishëm mendoj për konkurrentët është dosja personale. Në dosjen personale ato shprehen me të gjitha mundësitë ose në një farë mënyrë me të gjithë preferencat nga pikpamja e mjetet që zgjedhin. Ka një lloj, po të themi, eklektizmi të mënyrës si interesit që ata kanë për studimin, që mund të lidhet me ateljet përkatës, por dhe një lloj veçantie si shikojnë në realitetin e tyre. Kjo është një pjesë, po të themi, pozitive. Risi e këtij viti është prurja jo vetëm nga shkollat e mesme artistike, por dhe gjimnazet. Për çudi nuk është se këto prurje nuk janë për interese, janë prurje interesante, megjithëse nuk kanë kaluar një lloj edukimi artistik themi në shkollat e tyre të mesme. Në punët e prezantuara deri tani, profesionistët gjykojnë se niveli është mesatar, por e rëndësishme është se mes tyre ka dhe talente në fusha të ndryshme. Problemi është që kur në një sasi të madhe kandidatësh, tingëllon vetëm një ose dy talent, kjo në një farë mënyrë shpesh të duket e trishtueshme, por logjikisht është e vështirë të jetë më shumë. Jemi optimist për nivelin e kandidatëve, për student, të cilët tek tuk ka element shumë interesant, intrigues për të bashkëpunuar dhe për të dialoguar, por mbi gjitha është e rëndësishme që të kenë shumë informacion mbi kulturën, mbi fenomenet e artit, gjë që është pak e mangët edhe ne do të donim që informacionet e tyre të ishte më i kultivuar. Fitues nga 170 student konkurrent do të shpallen 50 për artet figurative dhe nga 42 kandidat vetëm 20 do të mund të fitojnë të drejtën për të vazhduar studimet në skulpturë.